kam mëdhi që më millon 500 euro në të sa, 500. Se parja e hargjohet, a qefja maj mas e parja. Janë 300 copa lli, Holland i kena dikun sjellët numri afër 500 copat. A nxjerr një rrogë Zvicrës, Gjermanisë? Vëllai, e nxjerr, bakja mos më shumë. Se unë jam shefi vetvetes këtu vetën. Unë vin në lloj që të jap qeli derën. Kërkush nuk mbrit të dera, më thonë më ke arvon. Lerat e tala është i ka lënë me minja. E unë po them që i kam 300 copa lli. Minimumi ka 200 euro. 500 copa llen, ka 200 euro, që aty të kallëzën sa vlerë janë këto. Na kujdesmi komplet familja. Si familje, domethënë, brez pas brezi na jena mirë, gjithë me bujqësi. Na jashtë nuk kena pas kan, po kena po hajrë, edhe jena në vend tonë, në fund. Miqtë e mi, përshëndetje prej fshatit Nikajt Kaçanikut. Sot kemi ardhur me taku një bojk i cili quhet Hidayat Guri. Ai ka me na fol pak ma shumë për kafshët të cilat i mban, edhe kemi me pyet rreth fshatit edhe rreth jetesës këto. Hajdeni të shkojmë ta takojmë. A e lodh puna marr? Mirë se ju gjatëm, qësh je, a e mirë? Mirë, ha më ndolë. Me shëndet? Unë jam Hidayat Guri nga fshati Nikaj, komunës Kaçanikut. Qësh ke kalu këtë ditë? Këtë ditë e kena si ditë zakonshme, nismi mëngjes me pregaditjen e mbikëqyrjes dhëllive, tufa vëllanëve dhe dhëllive. Apo na prezantosh pak ma shumë për audiencën? Edhe vazhdojmë shkojnë ati, shikojnë. Po, tash ti mujna me shku me po, në shtallat janë për ma. Ti je Hidayat Guri? Po, nga fshati Nikaj. Qfar kafshki? I kena kryesisht, i kena bylyqet e mëdha i kena dhëllive edhe vëllanëve. Numri të në sjellët i tufav, sjellët janë 300 copa lli ballkanike, lli veneton, lli të hasit, mujna me cek, që janë lli të veneton. Holland i kena dikun sjellët numri afër 500 copa të janë mbi të sharrit, që i them na mbi të sharrin Lëbeten atje na. Okej, tash kena me shku mi këshyr pak ditë me folë rreth tyne, sa është e vështirë mu kujdes për to, qysh ja delnit për shkak se është një numër shumë i madh. A mujna me shku, po? Po, mujna me shku atje mi këshyr. Po, tash ti na afru nga shtallës këto. Tash këtu janë shtalla për momentin janë mbyllur. Mujna mi po. Njot po s'ka doli jashtë. O, doli në hinsa. Nashta sup. Ja, se këto normal e njohin territorin. Llia është i ka deveti ma shumë se Holland. Djelnje me të hupe e ka mundësia zvjena, nuk e një territorin fërtkallaj. A llia e quve ku e quve. Këto kthejem prapa. Dëmohon që të rrëthin, shka e di që territor, llia apet vjen monët gjatë ditës më da, shkak i kullosës, ose këto hina për mal, e kanë kullosën gjithë në për mal, se hojnë gjithë e kësa, mundët mu gatëruën me mejt, me nej dega, me nej lesë më pështilë në qysh, edhe mundët me orë prapë, se prapë e dike territorin një. Sa është e vështirë më kujdes për to, qysh ja delni, a kujdes është veç te, apo... Na kujdesmi komplet familja me këtë punë. Se këto nuk shkon domethënë në veç një njeri mi pas marak, po duhet mi pas gjithë. Ajo çaj vullnet, edhe çajo fjalë që jena një fjalës, po jem po, jo janë jo, po këtu jo nuk ka, këtu ka veç po. Edhe familja kujdesen, edhe fëmijët edhe gruaja. Gjithë. Por me mrrinj ata që i dojmë, do të më mirë gjithë, edhe më t'i dash gjithë, me një tra nuk mas shpija. E që sa ku mirësh me këtë... Fillimisht na mirë me si familje, domethënë brez pas brezi na jena mirë gjithë me bujqësi. Na jashtë nuk kena pas kan, në perëndim po folin, në Zvicrën, në Gjermanisë, na jena mirë me këtu jenë, po kena po hajrë, edhe jena në vend tonë në fundit. Qysh shkon, a i shesni këto produktet e qumshtit? Po i shesmi produktet e qumshtit, i shesmi djath, shesmi bilmetin e dhëllive ma fort, se dhëllanëve javlojmë veç kingja, a dhëllive shesmi gjithë, se paguhet ma mirë, është ma kvalitet, e kërkojnë ma fort këtë bilmet.
Sa është çmimi një dhije? Çmimi një dhije këtu janë dikun 300 copa. Ka dhije që për maraklien edhe për qefin tem, që shë njën edhe maraklija që shë një dhijit, kam dhije që më milon 500 euro në të sapë. 500. Se parja e hargjohet, a qefi jam maj mas e parja. Fitim ka, tregin e kena të sigurët, si të bilmejti, si të telav, si të gjithë, si të mishin e kena 100% bëjët, je merë fjalleve në market, pa i ta qëtë tiketën e dhijës, a më të më konë e preshak ose të shka, a këta e di që janë 100%. 1 kilogram djath shkon 10 euro, qumshti shkon 2 euro litrën, e shesin bak javë 2 euro, gjynjë se 3 euro, por na shka e kena 100% bëjët. Do me thë, e cila është njëna që e kima për qefi? Se pas ja shumë... Ka loj, këtu janë, më thonë që 95% janë ketë që thujnë të klasës parë. Se na i renovojmë, zakonisht i hekmi për shemë më vjetë, i hekmi 10 vjetra, i nolmi 10 treja. Aje vjetra nuk në avim, se mënët fjalleve në ndimër, si të zemë fjalleve në muftov, kuva e sen, si të janisin ka pak të ushqime o shqim të thatë, aje vjetra aje mënët me ngell, me mejtë në kodë dimrit, aje së mënët me dorë më pranve. E pra të rësuje na e bojmë renovimin e tufës, si të dhanve, si të dhejve. Po çmimi i bylmetit, për shembull 1 kilogram djath, sa shkon? 1 kilogram djath shkon 10 euro, qumshti shkon 2 euro litrën, e shesin bak javë 2 euro, gjynjë se 3 euro, por na shka e kena 100% bëja. A ko t'interesu me blej, do me thona, a ko fitim prej kësaj pune, sa me ja dal me jetu një jetë këgja stabile? Fitim ka, tregin e kena të sigurët. Tregin e kena të sigurët, si të bilmejti, si të telav, si të gjithë. Si të mishin e kena në bashkëpunim. Këtu jena në shtallat e zëtëri Gjaberzhaurkit, që e farimderej shumë. Edhe tashti e kena marrëveshje me ta, dhe më honë kingjat e ella, shkujmë për restorant Tina, që quhet restorant Katuni, e furnizojon e dhe më honë gjithë me ella, me mish bio. E kena, lëndë i kena gjenë që të regua më herët, i kena në mbjesht e sharrit, që aty janë ku folmi na për cilësien e tomlit, ose të mishit, ose gjithë sen, shka dhe më honë, shka qesin këtë, shkon pika e parë, dhe më honën uji, ajri edhe kolosa. Te këto janë keq ata i plotësojnë. Se janë keq. Edhe për këtë arsye thuhet që standardi pak më i lartë për to edhe. Po, standardi janë se janë 100% bëhet. Je merr fjalleve në market, pa ai ta qet tiketën e dhijës, a më të më konë ai preshak ose diçka. A këta e di që janë 100%. Edhe keq kush e morrin, domthonë më thonë te Tomli dhijës e morrin më fort, e morrin për bronhet, për lok, për smundje të ndryshme. Edhe dhe më honë kanë sukses, edhe i një kur të morin, se unë e kam qef, ani pse e shes? E shes me pare, po unë kam qef edhe me po, që thuj me sharu, ose me minimun qaj produkt. Ki qef kur të shetësh një produkt me i shërby dikujt për të mirë, dhe më honë. Po, ashtu unë jam i knasht, kurse datë edhe konsumatori datë, dhe më honë blerë si datë, i knasht për mirë, edhe unë atërë jam i knasht. 100%. Baci dajet na edhim që ti i donë shumë, se për mos mi pas dosh nuk isha kujdes për kaq shumë. Po, so kanë qenë të shtira fillimet e tua, qyshja ke nis, qysh janë konë fillimet, me soja ke nis, qysh i kujtën ti fillimet? Fillimet e minja gjatë jetës e jeta është jeta që thujnë, mund të më konë jeta sprov, heka, gazep, mund gjithë, këta i ka. Po pa i pas që të mund, gazep, heka, nuk kanë jeta interesant. Me pas ka pak sprovat leta inshallah, që thujmë, inshallah epizod nuk na shlën sprovat rana. Tashti çdo fillim është i mundim shumë. Ka pak që thujmë ngecje sen, po ku ta kish një sen me vullnet edhe që je fjalleven e ki vullnetin të plotë të, me shkat janes nuk hu. Monët, se fjalleven ki janë sen me shpirt, këtë na i kollos me ja bojmë atë tonë çaj takon. Mënohemi shkaj takon. Po kë janë sen me shpirt, fjalleve njëgër si mënë të mirak, ta që në këtë mënë pështë. Se në ta gjënë rinja vjetin dikon, pa mërë parasysh si mbujtësi, si në bizneset tjera, ki lej. Sot i kena lirit e dunjonjës, oj qel benskapun, qel banu doktor, sot i ki këtë ollë, qel i ki. Se e kena lirije, ne kena shtetën tonë, edhe të një mënë. Edhe dikush e ka menën me dalë jashtë, dikush me qel në biznes, dikush ma mirë me pas punë me hajvan sa me njerës. A ke pas në rast që për shembull ke thonë s'muj me adol, që ka me mujt me adol, mas që stojnë është ta i diçka që të kanë ja, raste se jeta val-val, jeta val-val, monës fjallë vendë, edhe kanë herë
që thënë golfat, sen hall pi punëve, pi sen, se a jetë dinamike, se përse dhe kena një jetë dinamike se cili për neve, kena jetë dinamike për luft për egzistenca kjo. Luft për egzistencë, tashti ka sprova, fjallëve mi ka danë të uki, po gjithë jam konë që thëmë me zemre. Optimist, i kum të kalu, gjitha i kum të kalu, se ka pengesa gjatë jetës. Gjithë shka njët, jo veç po, gjithë shka njët, pa mërë parasysh, si te puna, si kejt. Po nuk e nalë, po do të më koni fort, do të më pas qëndrimet e forta për me të kalu, s'ka. Te mas nuk ka, vetëm para, me hejtë. Në cilën moshë a ke njësë edhe me sa dhi ose dele a ke njësë? Unë jam sashti 42 vjetë, unë si thmi e moj men, pise ku më ditë, unë jam kyqë më punë, gjatë punëve, në gjatë sen, minimu prindit, minimu familjes, gjatë e këmë pasë këta që thëjnë sënem, apëte. Nuk i këmë pritu kur punës. Unë i kam që 10 vjetë me këta, asë një ditë në vjetë përshem se kam, e kam një orë 2, më i me pasë përshem, a ditë plot jo. Po apet jam i knasht se ku t'i shlej fjole vjen, tashti nuk kam as penges, as zhurma sen, jam largë zhurma sa për natyres gjithë, edhe për atë arsye jam i knasht, jam krenar që e punojë në këtë punë me familje edhe... A ke pas para gjykime prej njerëzve ose... Ja, nuk më pas... Atë kanë përkrah bashkëshatarët ose njerëzit e tjerë? Unë përkrahin, i shë që fjole vjen ju vjen mije që e baj një punë shkëlqyme, punë halal. Qërë, si po nismi tashti, si hiqmati, si kush do qovë, si fjalleve në fshati, ose rrëthina, ose shashnija, ose gjithë. Punën e keqe, gjithë kush e orren, punën e mje, gjithë kush e lavdën, veç aj që sa njerë që se dhe vlerën, se gjithë kush e lavdën, kja punë halal. Me thonë që i të gunës medikan, i të bombeloja, të pi droga, rakia, sen, mu vedi me ne rrugve, kja punë që thujnë, kja punë që e do dhe zotit. Normal, po. Ofër natyres, ka njëherë ma mirë, e po ta një intervjist me një fermer, edhe thëj ke ma mirë ka njëherë nga të kofshve, se so nga të njerëzve, në ditë sudit. Qërë është, na tashti mujna ka njëherë edhe nervozën, se normal nuk bërë me shprejheq të këta, se këta e kanë atë jetën e vetë. Po ka njëherë edhe mja këthy lafin këtëne, mja thonë na i fjallë, këta s'ta këthejmë fjallë, se s'ka gojë, si kalon zoti gojë, e për atë arsye, ma mirë me pas punë me hajvan se me njerës. Apo na fol pak ma te për bacë për rinin që zakonisht e refuzojnë me punu qëtë punë. A i kishe pas një mesazh për ta edhe pse menon ti që rinia nuk po këshyr veç me dal jashtë edhe nuk po s'pongon mas punëve të shotit e gjonave. E ka token, i ka krejt që mundet me zhvillu një biznes ose një diçka dhe prap don me jetu jashtë shtetit, nështë për një jetë ma të mirë. Refuzon me punë. Mendimet e njerëzve janë ndryshme, edhe dikush e ka menën me dal jashtë, dikush me qelë në biznes, dikush... Po mërë parasysh atë drejtimet janë ndame, për se cëllë. Nuk ka imponim, ose dikush ja imponon me punu, ja që të punë ja s'ka. Se cëllë janë i vedëshme, mundet me gjetë vjetin dikon. Qëre, në ta gjëjnë rinia vjetin dikon, pa mërë parasysh si mbujësi, si në bizneset tjera, ki lej. Sot i kena lirit e dunjojës, oj qel ben s'ka punë, qel banu doktor, sot i ki ketë ollë, qel i ki. Se e kena lirien, e kena shtetën tonë, e dhët një mënë. A nëzirë një rogë Zvicrës, Gjermanisë? Ollaj, e nëzirë, bakja mësë ma shumë. E tja ke menu në i herë medalja shtetit? Ja, e zotin, më thonë 5 mjerë e ki mujin, nuk e menoj. Pse se menoj, se unë jam shefi vetë vetës këto vetë. Unë e vinë në lej, që të një fqeli derën, kërkush nuk më pritë të derën, më thonë më ke arë vënë. Lerat e tale i kalën me minja. E unë po thamë që i kam 300 cëpa alej, minimum i ka 200 euro. 500 cëpa alën, ka 200 euro, që aty të kalëzën sa vlerë janë këta. A më për refuzojnë me punu edhe me kontribu në vend vetë, që kjo është pak e dhemshme. Aja është gabim, se maj mirë se vene është nuk ka, më botë. Qërë bakia ati në Zvicrë, më është mi morë 5 mjera, 6 mjera. Po e ki, malë në kanë e ki e vunë me malë këtë vend. Këtë liri së qena, se dikure i nakone edhe të shkeltë, edhe për Serbije, se fjole veni kena pas të kufizume sot i kena polisin, i kena ushtarën, sot gjitha lirit i kena, më knazh në këtë vend. Edhe nuk knazhme, disa nuk i shfridzojnë. E mira me shfridzu vendin ta. E tja ke menu në i herë medalja shtetit? Ja, e zotin arbit, ja, kur një jetë,
më thonë 5.000 e ki mujin, nuk e menoj. Pse se menoj se unë jam shefi vetë vetës këto vetë. Unë e vinë në lejt që të një fëqeli derën, kërkush nuk më pritë dera më thonë më ke orë vënë, ose pse më ke orë në qëtë ku. E trajtoj mirë, i kam qef mi po mirë, malin tem kam qef me pas numër 1. Nuk unë i parit për mal, edhe fjole venat suksesin, dëmëhon vullnetin tem, edhe durët e mija kërkuj si a fali. A ke po batë qatë se e mënua të ka shpërbly mundin që unë e tham ka njëherë, i kum lip Zotit pak, kum ka onë më shumë se që i kum lip. Elhamdulillah për Zotit, unë ja kum bon sa hi punën e kum bon. Kum punu i kum onë zërë me po vjetin manal, jo, se ki shkollë, kum pas qif vjetin me po manal, me sukses matë malë, edhe më konë me pas dëmëhon qëtë biznes që e kam, më konë i klasës parë. Mos me pas ankes, as të mishi, as të tomli, i kushtoj jaranësi te manse. Po, këto do me thonë, po të provokoj pak me qëtë pytje, a e nëzirë një rogë Zvicrës, Gjermanisë? Olloj, e nëzirë, bakja mësë ma shumë. Po, a? Mësë ma shumë, se me 300 cëpallë i, pjallëm, përshem me 300 e lasë pëllam, se anë ke punë e Zotit, na ja bojmë punën, ja bojmë izmet në aseseni. Shka e ka risk, shka e ki risk me shqitë, ose me pohajrë për qasaj, s'ka kush që ta nërë. Fjole vend 250 euro, minimum në shkon 150 euro një javë. Edhe 500 se pa alem, pjallojnë për shemë që 400 kinja, nuk kanë vlerë e vogël kjo. Vallaj më konë edhe jashtë. Nuk i kishe po, se këtu je nuk i qëro, e ki shpini, ki nuk kam qëro, jam shpetejme, jam me familjetejme, gjitha. Kena ka pak shpenzime, nuk thamë që s'ka pa shpenzime, këto se me rezedilit, këto se rejtem, po na kena shpenzime, po jo se na 70% ja bojmë vetë ushimin këtë, ne ja sigurim me hanë një 30%, 20% e blimë na vetë. Po, a e ke nëmru në herë vlerë totale, krejt këto që e bënë, sa shkojnë? Vlerat totale është, mëj me thonë që i ka lënë me minja, se kena dhe më thonë maqina, kena teknik, kena bili që dhënë. Këto lanë fjalleve me pas në tokë te për të mija që janë dikon si në qendër në ikon, me shite dhe me blesh të bilyqë, se këte nuk janë vlerë vogël, dhe më thonë 300 cepalla i, pjallim ka 200 euro minimumi, se unë thash 500 euro më milon, kam më i këton që fjalleve 500 euro më milon si këshyri atë por heq, as të delnjë, as të dhija. E dënë shumë edhe ki për qefi, ja di vlerën, farë vlerë janë, apëte. Po ako njerës që janë bo me rakë edhe qështu si kur ti, ja kanë ditë vlerën njënës prej dhive, edhe të kanë lypë gjithë qysh me ashit. Po, ka ardhë, janë dë se nuk ka jellnime këto, dikush nuk e di. Po. Dikush nuk e di shka dhija, shka djelne, nuk e di vlerën. Thot, hajtë se djelne, edhe dhija, edhe nuk e zanë që me vlerë. Menën që është e njajtë, po edhe... a dhija për dhijës dalën, djelnja për djelnës dalën, apëde. E unë po thamë që i kam 300 sapa dhij, minimum i ka 200 euro, vlerë atyne. 500 sapa dhij, ka 200 euro, që aty të kalëzën sa vlerë janë këta.